Pse je kandidati më i mirë për kryetar? Si jam i njohur për realizimin e shumë projekteve të mira në të mirën e qytetarëve. Cila është gjëja e parë që do ta bëni kur të zgjidheni kryetar? Menjëherë do të bëj rregullimin e rrugëve që i ka lënë për 8 vjet të shkatruara dhe të bëj mbushjen e gropave. Cili është problemi më i madh ose kryesor i Gostivarit sot? Problemi më i madh, sipas informacioneve që i kam unë, është vazhdimi i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit dhe ndërtimin e rezervuarëve të cilët i kanë filluar dhe i kanë lënë përgjys, e pastaj vinë rregullimi i rrugëve dhe mbushja e gropave. Po cila është përparësia e Gostivarit në krahasim me qytetet e tjera? Gostivari është një prej 5 qyteteve më të mëdha dhe ka kapacitet ekonomik dhe duhet të jetë qyteti më i rregulluar në vend. Një politikë që do ta bëni për të rinjt për të mbetur në Gostivar. Po, do t'i kushtojmë rëndësi zhvillimit ekonomik edhe do t'i përkrajmë bizneset të ndryshme, kompanitë të ndryshme, që ato të hapin vende pune edhe në bazë të profesioneve të tyre ata ta kryejnë punën për cilën janë profesionistë. Si kryetar komune i ardhshëm, nëse fitoni, do të fokusoheni më shumë në infrastrukturë apo në punësimin e njerëzve? Unë do të shkoj në lagje edhe në përfshatra dhe të shoh për cilin projekt ato kanë masë nevojë që duhet ta realizoj unë. Nuk do të realizoj projekte sipas dëshirës time, po sipas kërkesës së qytetarëve, edhe në përfshatra. Cila është pika e dobët e kundërkandidatit tuaj? Po nuk ju mbushën mendën qytetarëve se mund ta kryejnë atë detyrë për të cilën ai është kandiduar. Po pika më e fortë e kundërkandidatit tuaj? Nuk ka pikë të fortë. Apo duhet të ketë një. Po nuk ka asnjë pikë të fortë. Po për çfarë e respekton? Për shkak se ai është nxënësi i tij, edhe mentori i tij ka bërë punë shumë të këqija për Gostivarin. E ka shkatruar Gostivarin edhe ka vjedhur buxhetin e komunës së Gostivarit, njëjtën gjë vazhdon nxënësi i tij Balbon Limani. Një mesazh që i jepni qytetarëve për antikorrupsionin. Çfarë do të bëni për antikorrupsionin? Unë gjatë qeverisë time do jem transparent, çdo gjë që do ta dinë çdo qytetar, edhe gjitha punët që do të bëhen, ato do jenë publike, edhe do dihet çmimi për çdo punë që gjatë mandatit tim do të realizohet, do ta dinë çdo qytetar se sa kushton çmimi. Jo ta zbulojnë organet hetuese ose institucionet e shtetit, po vetë qytetarët do ta dinë çmimin për shkak se qytetarët e Gostivarit janë shumë të mençur, se ato edhe investojnë edhe në pronat e tyre private, edhe e dinë sa kushton 1 metër katror bekatonka, sa kushton 1 metër katror asfalt. Në komunë do jetë më lirë se sa ato që investojnë në pronat e tyre private. Dhe krejt në fund, mesazhi juaj për votuesit e Gostivarit? Po faleminderit, unë i ftoj gjithë qytetarët e Gostivarit që të mobilizohen, të dalin mosovikisht, të dalin të votojnë për qytetin e Gostivarit, për të mirën e Gostivarit. Të gjithë bashkëqytetarët e mi mos e votojnë Taravarin dhe nxënësin e tij, po të votojnë Gostivarin. Dhe i ftoj që më 11 janar të votojnë numri 1, që qyteti i Gostivarit të duket ashtu siç e dëshirojnë gjithë qytetarët e Gostivarit.